أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الخالق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد فلندريم dhe ladhratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salat e salam e qofshin bi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë me pjesën tjetër nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila flet për besatimin e Akabes të dytë, që shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Medinës I dhanë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas këtij besatimi jo larg në kohë bani hijrat për në Medinë. Ka thënë dietarët pse Allahu Gjelle Gjelaluhu e përgatiti Medinën si vend ku do të bën hijrat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sebebu tahayyu'i al-ansari lil-islam. Cili ishte shkaku që Allahu bani që ansarët t'i përgatit, t'i bën gati për me pranu islamin. Kanë thënë, e para është në dëshmëria të cilën I ka kriju Allahu ansart. Ansart në dëshmëri kanë qenë të butë, kanë qenë të lehtë. Wa adamul mughalati fil kibriyai wa juhudil haqq. Dhe nuk kanë qenë kryelartë, dhe nuk e kanë mohuar të vërtetën kur ka ardhur. Këto kanë qenë cilësitë e ansarëve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për njeriu. Për shkak se kryelartësia e ndalon njeriu prej të vërtetës. Çka tha pejgamberi se çka kryelartësia? Kryelartësia tha është nënçmimi I njerëzve edhe refuzimi të vërtetës. Nënçmimi I njerëzve edhe refuzimi të vërtetës. Ansart këtë cilësi se kanë pas. Kur I ka ardhur e vërteta, e kanë pranuar. E përmendëm rastin e Asad ibn Zurarës, e Usaid ibn Khudairit, Sa'd ibn Muadhit dhe sahabive tjerë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilëve Mus'ab ibn Umairi me një mejlis jo shumë të gjatë I ka bindë për Islam më njëherë. Ju ka ardhur e vërteta, e kanë kuptuar që është e vërteta dhe se kanë pas dert pastaj me pasu të vërtetën. E kanë rrugë të vërtetën, kanë shku te kabiljat e fisi vet dhe kanë thonë pes sot as nuk jam I juve, as nuk jeni të met. U kry ky mohabet. Çka puna? E kanë lënë fen tuaj, kanë pasu fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë po edhe na fen tonë. Jo ka shpjegoj Islamin, e kanë pranuar fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë atakum ahlul yamini hum araqu afidatan wa alyanu quluba. Ju kanë ardhur juve banorët e Yemenit, ata janë me zemër të butë. Ata janë për njerëzve me zemër më të butë. Janë njerëz të lehtë, janë njerëz të butë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që për besimtarin I butë edhe I lehtë në raport me të tjerët. E çka ka lidhje Yemeni me Ausin dhe Khazrejin? Çka ka lidhje Yemeni me Ansart? Ausi dhe Khazreji esencën e kanë prej Yemenit. Prej ardhja e tyre, e gjyshit të tyre të madh që kanë pas, është prej Yemenit dhe I kanë trashëguar këto cilësi edhe më pastaj. Prej shkaqeve tjera është se Ausi dhe Khazreji janë lodhur prej luftave. E kanë shiju itësinë e atyre luftave. U ju zhbaj tepër, e kanë shiju diegmën e këtyre luftave. Wa nashat fihim raghbatun fi ijtima'i al-kalima wa intidami ash-shamli. Dhe ka filluar tek Ausi dhe Khazreji, tek të ritmat që kanë mbet prej luftave të shumta që janë bë, lufta e Bi'ath që s'ka pas shumë kohë prej hijrëtit pejgamberit sa duke 5 vite, kanë vdekur shumë prej plegjve dhe kanë mbet udhëhecia e fisit tek të rit, e tek të rit është paraqit dëshira për mi dhënë fund.
është paraqit dëshira çish me rregullu këtë çështje mes Ausit dhe Khazrejit, e Allahu xhela xhelaluhu e dërgoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i dha fund armiqësisë që ata e kishin me vete. Prej shkaqeve tjera shumë të rëndësishme është se Kurejshit ishin edhe popuj tjerë të arabët, edhe fise tjera të arabëve, ishin fise të cilët mes tyre dhe shpalljes, apo mes tyre dhe pejgamberis, kishte distancë shumë të madhe. Dhe nuk kishin informacione dhe nuk kishin marrë me informacione të pejgamberëve të mëhershëm. Ju kishin mbet adhurimet, që është haxhi, umreja, sadakaja, edhe disa prej adhurimeve që ata i kanë pas prej kohës së Ibrahimit a.s. Mirë po, mes tyre dhe Ibrahimit a.s. distanca shumë e madhe. Mes tyre dhe Ismailit a.s. distanca shumë e madhe. Dhe për këtë shkak kanë qenë më të egër kërshit vërtetës. S'kan pas informacione. E Ensart, Ausi dhe Khazrejji kanë pas kojshi, dhe me kanë qenë aleat, njëri prej fisëve Khazrejji, kanë qenë aleat me jehudët. Dhe ato për ditëshmëri këto muhabete i kanë dëgjuar. Prej jehudëve, të në kohën për ditëshmëri kanë dëgjuar këto muhabetet e diturisë, librit, Teuratit, Injilit, pejgamberëve të mëhershëm, historitë të pejgamberëve prej Teuratit dhe Injilit, edhe pse kanë qenë të formuara shumë për informacioneve, megjithatë kanë pas informacione të pejgamberëve të mëhershëm. Kanë pas ilm, kanë ditë diçka. Dhe kanë pas ilm që ka marrë një pejgamber më vonë. Prej nga e kanë pas, prej jehudëve, që shëtësekëm, se jehudët çdo herë që kanë pas probleme me arabët, ju kanë thonë, ka marrë një pejgamber, çtash, edhe pak, edhe na kena marrë matë pejgamberin, e kena me ju luftu juve. E ky pejgamberi erdhë, Ausi dhe Khazrejji e pasun këtë pejgamberin, jehudët të cilët kërcënoheshin më herët, e refuzuan pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe luftuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Viti i 13 i pejgamberisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ishin grumbullu në Medinë 73 burra, edhe 2 gra. 73 burra edhe 2 gra. Edhe kishin thënë, deri kur kena me lanë në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, tjetë i friksuar të populli vetë. Tjetë në gjendje jo stabile të populli vetë. Deri kur? Pse nuk shkojmë na edhe ta marrim djent tek na në Medinë? Edhe u nisën këto 73 burra edhe 2 gra me popullin e tyre për në haxh. E ata ishin 500 veta. Prej Medinë u nisën 500 haxhiler, që ishin mushrik, i bënin shirk Allahu subhanahu wa taala, megjithatë ata e krynin haxhin. 500 veta, në këto 500 veta ishin 73 burra edhe 2 gra. U nisën për të takuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili ka qenë prezent në këtë besatim, në këtë takim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot, me neve ishte El-Bara ibn Ma'rur, i madhi jon edhe prisi jon. Thot, kur u nisëm për në udhtim, u futëm unë, Ka'b radhiyallahu anhu, me Bara ibn Ma'murin, janë fut në Qabe. Edhe kanë pyet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se kanë ditë kush është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A këna parasysh, jetojnë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë pranuar Islamin, janë nështruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e falin namazin, mësojnë atë çka është prej Kur'anit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është në Mekë, këta janë në Medinë, para mendon çfarë dashnie e madhe kjo. Para mendon çfarë flakrimi i mallit është për me bë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka ndryshuar komplet jetën atyre. Thotë hynëm dhe donim me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur hynën në Mekë, pyetën për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, na thanë, a e njihni me pa? I thamë, jo, nuk e njohim. Ju thanë, a e njihni Abbasin, migjën e vet? Abbasin e njohni. Sa Abbasi ka qenë tregtar. Ka u thu dhe e kanë njoft Abbasin. E kanë thënë, kur shkojnë në Qabe, filan vendin, është Abbasi, ai nga ti është Muhamedi, djali i vllaut vet. Edhe kur futën dhe takojnë Abbasin,
radhiyallahu anhu bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha Abbasin e njoftëm dhe e pam që ai që ishte afër ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni tash, Kaabi thot këtë takim, më ka thënë një fjalë pejgamberi sallallahu kur atë fjalë sa harroj. Para mendo, tash e kena parasysh është në xhamatli diku shumë larg, edhe ka hoxhën shumë larg. Edhe kur vjen me pa hoxhën, s'di çka të veprojë për dëshirën që të pa hoxhën. E pranon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ose vjen në rivlla, prej diku larg, prej në një vend të shkret, do shta fshat, do shta s'ka xhamatli shumë atje, kalon jetë edhe vjen në qytet edhe vjen me një mezhlis ku ka shumë vllazni, atmosferë, gëzim i madh, tradësi e madhe. Thot u taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Abbasit: "Hal ta'rifu hadhaini rajulaini Abbas?" O Abbas, a i njeh këto dy? Tha po, i njeh këto dy. Tha këto janë prej Khazrejit. Ansart, ma herët janë thirrë Ausi dhe Khazrejit, dy fiset. Pastaj me ardhmën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, është largu ky emërtim i tyre dhe janë quajtur Ansart, ndihmues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I tha Abbasi: "Hadha Bara ibn Ma'rur." Kjo është Bara ibn Ma'rur. Thot: "Wa huwa rajulun min rijali qawmihi, wa hadha Ka'b ibn Malik." Thot: "Ky është burr prej burrave të fisit vet, do të thonë burr me nam të fisit vet, dhe ky tjetri është Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu." Qale Ka'b, tha Ka'b: "Wallahi, kur sa haroj fjalën që më ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë moment." I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ka'bi poetja." I ka thonë: "Po, poeti." Thot Ka'bi, pse i ka thonë poetja, këtë kur sa haroj, këtë gëzim kur sa haroj, pse sa haron? Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është gëzu shumë, pse e ka pranuar Islamin Ka'b ibn Malik, pse ka qenë poet. Në atë kohë, mjeti më i rëndësishëm i informimit të njerëzve, që janë sot rrjetet sociale, në atë kohë kom poeti, poezi që kanë folë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është gëzuar shumë për Ka'bin, se Ka'bi ka më përdorur shumë tash për me shpërnda mesazhin fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Dobija çka këtu ne? Dobija është ne se sa duhet të jemi të kujdesshëm të përdorim mjetet për transmetimin e fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Çka do kofshin ato? Në kohën tonë moderne, rrjetet sociale. Rrjetet sociale. Këtu në Ballkan, një prej statistikave, e kanë bën një prej statistikave se si një parti politike i ka fituar zgjedhje. Statistika ka qenë aty ka funi, domethënë mohabeti është sill se çdo antar i asaj partie i ka 10-15 Facebooka. Dhe me 10-15 Facebooka ka hin çdo video të kryetarët e tyre ka komentuar. Bravo ti më i fortë, ti kështu, ti ashtu, ata është ekipa që ato komente bën aty. Edhe njerëz pi ashtu, po këtë me këta kanë. Krejt popullata ku ka me filan kryetarën e filan partijës. Dhe në këtë mënyrë, me kësi propagande, i ka fituar zgjedhjet. Në qoftë ata kanë vullnet kështu me vepru për fjalën e tyre të kufrit dhe shirkut, për fjalën e Allahut subhanallahu teala. Sfertormi që 10 Facebooka dhe me bo shpërndarje të transmetimit edhe transmetimin e fjalës së Allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ligjëratave, thanjave, ligjërata të shkurta, edhe për kthime edhe kështu me radhë. Ja vlejmë vallai. Sa të merr kohë kjo? Hyç në kohë. Sa rrim Facebook edhe rrjetet sociale për së koti të këshir video të shkurta, mundesh me bësh shkallën e ligjërat. Edhe ti nuk e ke ide se ku mund të ngarrok ligjërata të cilët ti ke shpërndar. Ti nuk e ke ide se çat shpërndarje të ndonjë ligjërate apo ndonjë përkthimi apo ndonjë ajeti apo hadithi apo tefsiri që ti e ke nxjerr ti idenë se ke se ku mund të ngarrok, ku mund të godit kjo. Ku mund të dikun biesh godit kjo dikun. Atë që biesh dikun. Udhëzohet dikush për njerëzve. Çfarë është fjala? Sa është e rëndësishme edhe një herë përdorimi i rrjeteve sociale për ta transmetuar fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka'bi tha, po unë jam. Thot Ka'bi radhiyallahu anhu. Fa kharajna ila al-hajj, dulum për në hax edhe e banën për mu taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
thot me neve ishte Abdullah ibn Amr bin Haram, babai i Jabir ibn Abdillah. Abdullah ibn Amr bin Haram është shahidi i parë në luftën e Uhudit pastaj. I ka thonë djalit vet natën e Uhudit, një ditë përpara luftës. I thonë te po që nëse kam marrë shahid kam marrë. Jabir e kon i ri. Kur ka marrë shahid Abdullahu radhiyallahu anhu, i ka lënë përgjithësi Jabirit. Ja ka lënë çikat, mu kujdes për ta. Edhe disa prej borxheve. Edhe Jabiri u shmërzit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë: "O Jabir, Allahu secili çka i fol prej pas perdes. Babës tanë sot i ka fol drejt për drejt. Prej shahidave të Uhudit, radhiyallahu anhu." E Abdullahi, begati e madhe, apo, me të folë Allahu drejt për drejt, Allahu akbar, kjo diçka shumë e madhe. Allah më mësoft me po Allahun për ditë në xhennet. E në besatimin e Akabes, në ditët e Teshrikit, do më thonë prej pas ditës parë të Bajramit, edhe ditët të Kurbanit që janë 4 ditë, në këto ditë e banën mu taku me pejgamberin s.a.s. Thot Ka'b ibn Malik, ama me neve ishte Abdullah ibn Amr bin Haram. Thot ishte me njeri mirë. Abdullah ibn Amr bin Haram ka qenë me mushrik që ka orë me po haqë, s'ka qenë muslimant. Ama ka qenë njeri mirë. Ka qenë njeri me virtyte shumë të larta. Edhe i kanë shkue, Ka'b ibn Malik me një sahabi tjetër, kanë shkue i kanë bo davet. Në haqë, i kanë bo davet. I ka thonë, ti e kështu, dojnë aptimet ka tu t'i shka. Se kur kanë dalë për në haqë, e kanë shef islami sahabët e Medinës. Janë përzimet atje edhe kanë shef islami, s'u kanë të regu kërkujna. Mirë po, Abdullah ibn Amr bin Haramit, s'kanë mujtë për i kalëzua. Ka thonë me të kalëzua në shka. Edhe i kanë lezu Kur'an, i kanë paraqit fejnë Allah s.w.t. Abdullah ibn Amr bin Haramit e ka vranu islamin. Njerëzit but, njerëzit me zemër të lejtë, ju ka ardhë argumenti, e ka pranu islamin. Thot Ka'b ibn Malik dhe Abdullah ibn Amr bin Harami ishte prej prizve të popullit, prej prizve të fisit të vetë. E pranoi islamin wa shahida ma'na al-aqabata wa kana naqiba. Tash këshire kjo far shanca Allahu ja ka mundsu këtij sahabijës. Më thonë kjo krejt në fund. Kjo është krejt ka fundi. Para se më dhon besën pejgamberit sallallahu e pranon islamin dhe fiton këtë begati të madhe. Sa e madhe kjo besatim, sa e madhe? Thot Ka'b ibn Malik, besatimi i Akabes është aq i madh te une, sa që une se kisha krahasue me Bedrin. Apo thot edhe pse Bedri është më e njohshme te njerëzit. Lufta e Bedrit dhe pjesëmarrësit luftën e Bedrit, ato janë më të njohshëm. Se muhabeti është shumë i madh. Lufta e parë në Islam i kanë shpartalluar besimtarët, edhe nuk diskutohet. Ama lufta e Bedrit ka qenë fryt i këtij besatimi. Lufta e Bedrit ka qenë fryt i kësaj. Mos kishte qenë kjo, s'kish më qenë lufta e Bedrit. Thot Ka'b ibn Malik, më barazu me Bedrin se kisha barazuar. Për shkak të vlerës që ka. E para mendos subhanallahu far bereqeti ka pas Abdullah ibn Amr bin Harami në momentin e fundit ka pranuar islamin, është taku me pejgamberin e ja ka dhënë besën e para se më dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sa ka kërkuar 12 prej prizve që ata t'ja japin besatimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tjerë, po 12 që dinë që këta e pas përgjithësi te populli i tyre që shka marrë në vazhdim. E banë mu taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam fihim 40 rajulan min dhawi asnanihim wa ashrafihim. 40 kanë burra të mëdhaj wa 30 shaban dhe kanë qenë 30 djemtri. Kanë qenë edhe 2 gra. Nusejbe binti Ka'b Ummu Imara edhe Esma bintu Amrin prej Beni Selemes.
Këto dy gra kanë qenë që kanë dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ummu Imara e din më jetën pak prej Ummu Imaras, e cila e ka realizu premtimin që ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Deri në fund të jetës së saj. E dim rastin ka fundi i jetës së saj ku e ka vrarë Muselme me kedhabin në thik. Me u hakmar për djalin e vet Habibin, të cilin e ka coptu Muselme me kedhabin në hakmarrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e dim rastin e Ummu Imaras, këtu ja ka dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka më mbrojt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çish e mbron familjen e vet, çish ka dhënë besën burrat, njëjtë të dy gratë. E luftën e Uhudit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kthesha kryen djath, Ummu Imara më mbroj ke mua. E kthesha kryen të majt, Ummu Imara mbroj ke mua. Këshirsha përpara Ummu Imara, këshirsha mbrapa Ummu Imara. Ka dhënë besën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Rijalun sadaku ma ahadu Allah alayh. Burrat që kanë realizuar premtimin që kanë dhënë Allahut. Marrveshën që kanë bërë me Allah subhanahu wa taala. Minhum man qada nahba. Ka prej tyre që kanë sos punën. Kanë shkuar te Allah. Wa minhum man yantadhiru wa ma badalu tabdila. Dhe ka prej tyre të cilët janë të prit, edhe nuk kanë ndryshuar. Allah na bëj mos të ndryshuar. Allah na mëson me dhon besë Allah subhanahu wa taala dhe mos të ndryshuar me çu deri në fund. Për shkak se nuk është lehtë tan jetën me jetu për Allah. Një ditë, dy ditë secili jeton. Ama tan jetën për ditë, tan ditën me qenë kujdesshëm ndaj premtimit të Allahut, ndaj marrëveshjes së Allahut nuk është lehtë. E Allah më thot burra, s'ka thënë meshkuj, ka thënë burra që kanë realizuar premtimin që ka dhënë Allah subhanahu wa taala. E luftën e Uhudit Ummu Imara e realizoi. Edhe lufta tjera e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i tha Selini ja Ummu Imara, ja Ummu Imara. Lyp diçka prej meje, çka do? Çka do, fol. Lyp diçka. Tha e du shoqërimin tanë xhennet ja Rasulullah. E du shoqërimin tanë xhennet ja Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha antum rufaqa'i fil janna. Ju krejtini shoqërues të mi në xhennet. Ju krejtini shoqërues të mi në xhennet. Allah na bëf bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Natën që u takun me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i pari i cili foli ishte Abbasi, mindja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili në këtë kohë ishte në fenë e popullit vet. Vërirej, ka qenë në popullin, në fenë e popullit vet, më thonë ka qenë për mushrikëve, ka qenë për muslimanëve. Mirë po ka ardhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pse ka ardhur me pejgamberin? Pse ka marrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam migjën e vet, po anë që ka pas migje se kon musliman. Pse ka marr Hamzën ose dikant tjetër i familjes që kon musliman, pse ka marr këtë besimtar? Ky e ka mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për shkak të këtij s'u ka prej kërkush pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe Abu Talibi dhe mixhallarët e tjerë përpos Ebu Lehebit. E i pari çka foli ishte Abbasi radhiyallahu anhu. I shikoi fytyrat e ensarve, i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, haulai qaumun la a'rifuhum. Unë këto nuk jam të njoh. Këtë tri kanë këto. Asnjëri s'm duke po që e njoh. Këtë tri ku kanë. S'fi njoh. Pasi që u grumbullun, u mbledhën, atëherë foli Abbasi radhiyallahu anhu dhe ju tha: Ja ma'ashar al-Khazraji, o grupi populli i Khazrejit, inna Muhammeden minna haythu qad alimtum. Muhammedi është biri jon, është i joni, çush e dini. Wa qad mana'nahu min qawmina mimman huwa ala mithli ra'yina fihi. Thot e kena rujt, e kena mbrojt karshi popullit ton. Fa huwa fi izzin min qawmihi wa mana'atin fi beledihi. Ky është krenar, është, domethënë, gëzon krenari te populli vet, edhe gëzon forcë, na e ruina me forcë. S'u prej kërkush, na jena këtu për me mbrojt Muhammedin. Wa innahu qad aba illa al-inhiyaz ilaykum. Ama ky nuk do kur gjo vetë se me ardh te ju. Ky do me ardh te ju. Wal luhuka bikum
فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعون ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك. Thot, nëse ja mërmendja se keni me realizuar premtimin që jeni duke ja dhënë, keni me rujt, keni me mbrojt kundër atyre të cilët e kundërshtojnë, atëherë tamam, vazhdoni edhe ecni përpara. Thot, wa in kuntum tarawna annakum muslimun wa khadhiluhu ba'da al-khuruj bihi ilaykum fa min al-an fad'uhu. Nëse mendoni që s'mujni me mbrojt, nëse mendoni që duhet me ja dorëzu atyre që e kundërshtojnë këta, më mirë pishtash kallzoni. Pse I ka thënë këto fjalë Abasi? Me ja u bë të qartë përgjithësinë. Mos më thon, hajde, a dhe s'ko dalë, s'ki gale, se bëndë. Jo. Që në mëson neve kjo? Kjo neve në mëson. Se kur është ndë një punë serioze, nuk duhet me bë punë që shkele shko. Po duhet mirë se cilin me kuptu përgjithësin që e ka. Dhe se cilin shoqërit me pas përgjithësin e vetë. Edhe duhet me u të regu qartazi për përgjithësin që e ka. Po shumë se ka me dhonë logari pastaj. Po shumë se pastaj mirët logari. Qoftë këtë botë, edhe në të Allahu Gjellë Gjellalu. E Abasi ju tha, në qoftë se ju a mërmena që së në mbroni, ma mirë pitash leni, na e rujna këtu. Na kujdesimi për ta. Në qoftë se realizoni, atëherë, letë vjen. Thot Kab ibn Malik, radhiyallahu anhu, I tha, qad sami'na ma kulta, fatakallem, ja Rasulallahi, fa khudh li nafsike, wa li rabbike, ma ahbabte. I tha në Abasit, të ngum që ka folën. Ja Rasulullah, fol ti diçka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I lexoi Kur'an, I thiri për të Allahu, I nxiti për në Islam. Thot, fa ajabnahu wa saddaqnahu, ne I përgjigjëm, vërtetuam atë çka e tha, I besuam atij, ishim të kënaqur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Qale, thumma qale sallallahu alaihi wasallam, pastaj na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tubayi'uni ala as-sam'i wa at-ta'a. Të ma jepni besën për dëgjim edhe respektim, fin nashati wal kasal, kur jeni me vullnet edhe kur jeni plagështuar, kur jeni pa vullnet, kur jeni në përtaci. Ka mund të njeriu në me ka pa gjendja përtacisë. E kur të vere puna me urdhnu Allahu dhe pejgamberi edhe çatë përtaci me ndëgjua. Jo vetëm kur keni vullnet. Wa ala nafaqati fil usri wal yusr. Ma jepni besën se keni me investu për pasurisë juaj, kur keni me pas me bulluk, po edhe atëherë kur t'ju ngushtohet pasuria. Edhe atëherë kur ndoshta, s'ju del as për veti. Atëherë me dhon fisabilillah. Se kur ki shumë parë, s'o problem, jep, se ama kur nuk del rroga as për veti, atëherë me dhon, atëherë burrat japin. Atëherë burrat Allah çish I cilësoi Ansar, tha wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Tha ata I jepnin përparësi tjerëve dhe shtrëngonin, e ngushtonin veten, edhe në qoftë se tek vetë atyre është vështirësia shumë e madhe. Do thonë, ata lënë veten shumë keq, veç muhaxhit me qenë mirë. Veç për ta me qenë mirë. Dhe apo e dim çish ka marrë pastaj më vonë se çish ka qenë raporti I tyre me muhaxhit. Dhe pejgamberi sa stem edhe pak para se të vdek, ju tha sahabëve, kujdesuni për Ansart. Kujdesuni për Ansart. Dhe ju tha Ansarve, takimi jon ka më konë te bazenit në gjykimit. Pse? Pse u bë padrejti pastaj Ansarve. U harun Ansart pastaj. A këta ndihmon Allahun dhe pejgamberin sa stem, pra ndihmon fen e Allahut subhanahu wa taala. Tha, ma jepni besën se keni më urdhën të mirë, keni me ndaluar nga e keqja. Dhe të vajtni besën se keni me thonë të vërtetën dhe s'keni më friksue prej kërcënimit apo kritikës së kritikuesve. Wa ala an tansurunit, vajtni besën që keni me ndihmua kur të vite kjo në Medinë. Keni me mbrojt që shëmbroni vetën tuaj, gratë e juve, fëmijët e juve. Wa lakumul janna. Qofse e bani këta, për juve është xheneti. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم
والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع من أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. Unë ky sahabi Bara ibn Ma'rur, ai i cili ishte edhe i pari në fund që ia dha besën pastaj pejgamberi, i tha zgatë dorën e Resulullah se kena me të mbrojt tyje çish mbrojna familjen, gratë, fëmijët edhe vetët tona. Na ina burrat luftas, na e kena trashëguar këtë cilësi burr pas burri, i madh pas të madhit. Mirë po. Al-Haytham ibn Tihan me një transmetim tha: "Ja Resulullah, pak para se më dhon besë." Ka dal prit. Qa? I tha: "Ja Resulullah, mes neve edhe jehudve kena marrëveshje. Fa inna qati'uha." Na kemi prishtë marrëveshje. Kemi fuk poshtë, tash në musliman, tash në me tyje. Ama deri tash kena pas aleancë me ta. فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك فتدعنا Tha në qëse ne i prishim marrëveshjet, e Allah tjetë bereqet dhe bosh i fort dhe tjetë pushtet, kishë fargajre kam pas Allahu. Tha, ana leti neve edhe këthesh të popullet apet? Ana braktis neve në Medinë edhe këthesh apet në Mekke? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Bali damu dam wal hadmu al hadm ana minkum wa antum minni uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum." Sallallahu alaihi wasallam. Tha bali damu dam. Tha gjaki dhe gjaki. Çka i ve këtë gjakit? Por çka kam bërë këtë shprehje? Ai që ka lip gjak prej juve, ka lip prej meje. Ai që ka problem me juve, ka problem me mua. Wal hadmu al hadm. Hadmu do me thonë, aty ku vorroseni ju, vorrosem edhe une. Me një shpjegim tjetër, aty ku e keni shpinë ju, e kam shpinë edhe une. Une jam prej juve, ju jeni prej meje. I luftoj ata që luftojnë juve, edhe bëj paq me ata që bëjnë paq me juve. I rahatoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Skfajna më. Edhe se cili sahabi që e ka lanë Mekkën, ka shku në Medinë, ka vo hijret, te Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas të ndaluar mo banimin në Mekë. Pas për hax, umre, tregti, me qëllim disa ditë dhe më kthye. E ka pas të ndaluar. Pse? Se ke lanë diçka që ka lihet për të Allahut. Nuk duhet më kthye pastaj atë. Nuk duhet edhe njerë më kthye. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Bara ibn Ma'rur jazvati dorën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më tha: "Akhriju ilayya minkum 12 naqiban liyakunu ala qaumihim bima fihim." Thot më nxjerrni 12 burra, prisa prej fisëve të juve, që ata të kenë përgjegjësi për të fiset e tyre. Se çeli fis kanë pris, 12 prisa. Se kur dole dikush prej popullve thon diçka atje, ki prisi këtu e sos punën. S'ka nevojë më marr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo dikush tjetër prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe një herë e vërtetun, pasi që nxjerrën 12 veta, para se me dhon bejen, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe një herë e vërtetun dhe e shtjellun çështjen e përgjithësisë. Mos më gut. A e dini çka jeni duke bë? U ngrit Abbas ibn Ubadat ibn Nadla radhiyallahu anhu, ju tha: "O populli i Khazrejit, a jeni tu e ditë se për çka ju dhon beja? A jeni të ditë?" Qalu na'am. U tha po. Ju tha Abbas bin Ubada bin Nadla radhiyallahu anhu, tha ju jeni duke ia dhënë besën që me hin luftë me të kuqt edhe me të zit, me krejt. Minë nas, prej njerëzve. Fe in kuntum taron annakum idha nuhikat amwalukum musiba wa ashrafukum qatla aslamtumuhu fa min al-an. Në qoftë se ju mendoni që humbje pasurisë juve për juve është musibet
Dhe në qoftë se vritet dikush prej prizve tuaj, ju keni më dorëzuar mos në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, më mirë piktash lejeni. E në qoftë se jeni të gatshëm me sakrifiku pasurinë tuaj, edhe të shifni me sy se si vriten prisit tuaj për me mbrojt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ju nuk keni më dorëzuar, atëherë vazhdoni. E në qoftë se jo, më e arsyeshme është për ju mos më marr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se nuk keni më realizuar premtimin, ata i thanë jo. Me të aspektin tjetër, u ngrit Asad ibn Zurara, i cili ishte, thotë Imam Dhahabiu, më i ri për krejtëve, dikun 30 vjet i ka pas. Dikun 30 vjet dhe ja përsëriti këto fjalë, që me u bë me dije edhe njerë përgjithësinë e madhe, çka mbartët mas këtij besatimin dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u ngritën dhe ja dhan besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I pari i cili ja dha besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte Al-Bara bin Ma'rur radhiyallahu anhu, që ka nxjerrë Imam Ahmedi musnedin e tij nga Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu. Besatimi i grave ishin në 2 gra që ja dhan besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kryti me besatimin një nga një sahabeve, të cilët ja dhan besën, 73 burra prej tyre, thot baya imra'atayn qawlan min ghayri musafaha. Ja dha besën, e pranoi besatimin prej 2 grave, veç me fjalë, pa ja dhënë dorë, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka prek me dorë gra të huaja. Masi që e krytën besatimin, çka ndodhi? Ndodhi problem. Thot Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu, masi ja dhan besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bërtiti shejtani në Akabe me një zan që kora si zanit të rishtusën dhe të matë s'kam një. Çfarë zani? Çfarë bërtit me? Ka bërtit shejtani se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe banorët e Medinës janë bërë marrëveshje me ju luftu këtë juve. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadha azabbu. Azabbu është emri i shejtanit, azabbu Aqaba. Do thonë ky shejtan ka qenë shejtani i Aqabes, e ka pas emrin azabbu, i cili ka bërtit për me informu njerëzit për rrezikun çka ka më ndodh tash e tutje. Ansar masi ja dhan besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i tha: "Walladhi ba'athaka bilhaq, in shi'ta lanamilanna ala ahli mina ghadan bi asyafina." Pasha atë i cili ka dërgu me të vërtetën, në qoftë se do, nesër, krejt banorëve të Minës ju hina me shpata. Më njerë, më thonë, për rëzu premtimin dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më tha, nuk jena urdhnu për ta. Mirë po, kthehuni tek mjekët e udhëtimit tuaj, edhe kthehuni te vendi juaj. Kurejsht morën vesh, erdhen dhe u takun me banorët e Medinës. Me ta ishte edhe Ubej bin Seluli, munafiku i ardhshëm, në atë kohë mushrik. U takun dhe i ja tregun se kemi ndëgjuar që dikush prej banorëve tuaj ka bërë marrëveshje me këtë njeriu tonë. Ubej bin Seluli tha, s'ka shanca, nuk ka mundësi dikush prej këtyre me bërë diçka për kallëzu mua. A sahabët ishin bom shef këtë komplet. Atëherë u kthyn Kurejsht. Me të kthye, ju erdhën informacione për saktësinë e marrëveshjes. Edhe dolën me izan. Kanë mujnë me izan dikant prej sahabët që kanë dhënë besën pejgamberit se prej ensarve. Thot Ka'b ibn Malik se ka qenë prej atyre që i kanë zënë mushrik Sa'd ibn Ubaden edhe Al-Mundhir ibn Amrin. I kanë pa. Al-Mundhir ibn Amr ju ka ik. Sa'd ibn Ubaden e kanë zënë. E kanë lidh Kurejshit, edhe e kanë krej për floke, zvar, i ka pas flokë të mdhaja, zvar, edhe e kanë shtin Mekke. Thot Sa'd ibn Ubade. Thot
kur hina në Mekke, unë isha i lidht, ndorën atyre. Thot vend një person, ftyrën e qelt, burri madh, thash me vete, i jekun inda ahadin min al-qawmi khair, fa inda hadha. Qofse të sto njerëzit ka khair, të dikush, që ki njeri pas ka khair. Shikimin e parë që ka po, i lidh, i torturum, për shkak besës të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kanë thënë. Thot: فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة فقلت في نفسي لا والله ما عندهم بعد هذا من خير. Thot kur e pash, thash, nëse ka hajër të dikush këtu, të çki. Thot kur të më ka afruar afër, më ka sjell me një grusht, aq të rënd, saqë thash me vete, ja, masi të çki s'ka hajër, s'ka këtu hajër për kërkujna. Thot pastaj erdh një person dhe u sill me rahmet ndaj meje. Edhe më tha, mirë për tyje. Po s'ki di kanë këtu në Mekë ti që ju ke sos punë ndaj herë në Medinë. Ka thonë, kanë e ki. Thot e kanë Xhubeir ibn Mut'im ibn Adi. Thot sa herë që kanë hi tregtarët prej Mekë në Medinë, unë i kum sigurua ata, ju kum dhënë besë, i kum sigurua. Edhe një tjetër prej banorëve të Mekës. Thot vërtet, lype besën, lype mbrojtjen e Xhubeir ibn Mut'im ibn Adi. Ka fillu me vërtet, kanë shku njerëz i kanë tregu Xhubeir ibn Mut'im ibn Adi se dikush është të kërku mbrojtjen tame. Kur ka ardhur, e ka njoft, e ka thonë, a me vërtet ky të ka dhënë besë dhe është kujdes dhe të ka mbrojt ty dhe tregtarët e Mekës në Medinë? Thot po, çdo herë që kena pasur këtu në Medinë, ky na ka mbrojt. Atëherë e merr mbrojtjen, e shfrytëzon mbrojtjen e Xhubeir ibn Mut'im ibn Adi, edhe del prej Mekës Sa'd ibn Ubada radhiyallahu anhu takohet me shok të tjerë edhe shkojnë për në Medinë. Vazhdojmë inshallah hijratën e ardhshme me hijretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përgatitja, udhëtimi, pritja në Medinë nga sahabët. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.